Të nderuar të pranishëm, tani ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës, zonin Vjosa Osmani Tadiu, që me një fjalë rasti i drejtohet Kuvendit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Urdhëroni të Presidentin. Shumë i dashur Bacaripat, e nderuar familje Jashari, e nderuar kryetari i Kuvendit Zonja Agjiu, e nderuar kryeministër i Republikës Zoti Kurti, anëtar të kabinetit qeveritar, e nderuar ministra e deputet, ish president të Republikës, e nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në vendin tonë, familje të dëshmorëve, shoqata të dalja nga lufta e ushtrisë shqirimtare të Kosovës, kryetar të komunave, përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale, shumë të dashur qytetarë të Kosovës. Marsi që në mitologjinë e lashtë simbolizonte luftën dhe gëzimin, ishte muaji i përballjeve, të cilat vendosën drejtimin e historisë sonë. Pikërisht në 5, 6 dhe 7 mars 1998, në zemër të prekazit, historia jonë mori drejtim të ri. Këtu qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe ardhmja jonë në një vend. Në betenat e kullave në prekaz qëndroi komandanti legjendari i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Arden Jashari, bashkë me gjithë familjen e tij, duke zgjedhur sakrificën përpara përpuljes. Ata zgjodhen lirinë para frikës, e mbi të gjitha zgjodhen nderin para jetës. Në ato 3 ditë marsi u bë muaji i epopesë dhe i sakrificës që ringjalli një kombë të tërë. Familja Jashari u bë kala, ndërka që kullat e tyre u bën flamur i përhershëm, i lirisum. Sot kur kujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, kujtojmë momentin kur Kosova vendosi mos të jetojë e gjunjëzuar. Prandaj 3 ditët e epopesë janë histori e shkruar me qëndresë para së cilës përkulemi sot e do të vazhdojmë të përkulemi për gjithmonë. 58 shpirtra u bën dritë për një popull. Në ato ditë krisma e armëve nuk ishte vetëm zhurmë baruti, por thirrje për liri. Ky ishte kushtrimi që zgjoi Drenicën, Kosovën, mbar kombin, por po ashtu zgjoi ndërgjegjen e gjithë botës. Epopeja e Marsit nuk është vetëm kujdes emocionale, është akt themelues i Republikës sonë dhe moment kur pushka e qëndresës u bë zë politik i një kombë